رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës mbi intervistat bashkëkohore. Jemi gjithashtu në vazhdim të serisë së intervistave të Dr. Andreas Krieg dhe vazhdojmë pa humbur kohë me intervistën e sotshme, pika e parë së cilës thotë: intervistuesi i emisionit në YouTube The Thinking Muslim, pra muslimani që mendon, prezanton të ftuarin e tij të ditës, Dr. Andreas Krieg, për të diskutuar rreth temës me titull The Saudi-UAE Rift, Yemen and the End of an Alliance. Pra përçarja mes Saudisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Jemeni dhe fundi i një aleance. Pika 2 thot: Dr. Andreas Krieg është një akademik dhe analist i sigurisë dhe gjeopolitikës, i lidhur kryesisht me King's College London, pra kolegjin e mbretit në Londër, dhe me studimet mbi lindjen e mesme. Pika 3, i uron intervistuesi mirëseardhjen dhe e pyet rreth situatës aktuale në Yemen. Pika 4, përgjigjet se arabët kanë rrënjët nga zona e Yemenit. Pra e fillon i bën një analizë historike çështjes përpara se të arrijë tek aktualiteti bashkëkohor. Pika 4. Pika 5, Jemeni sot është në vështirësi ekonomike dhe politike, por është një vend me potencial të madh. Pika 6, ndodhet pranë ngushticës së Babul Mandab, ka pasuri natyrore e tjerë. Pika 7, prandaj Jemeni ngelet një faktor botëror dhe jo një vend i papërfillshëm. Pra kjo tregon për potencialin që Jemeni ka, dhe si shpeshherë gjeografia luan një rol të rëndësishëm në këtë potencial. Dhe nëse do të bëjmë një analizë të qytetërimeve të ndryshme në botë, do të konstatojmë që në shekujt e fundit, nëse marrim në konsiderat të gjithë historinë botërore, pozicioni që Allahu ka dhuruar popujve musliman në gjeografinë botërore është një pozicion shumë i favorizuar. Për këtë arsye duhet që ky pozicion të shfrytëzohet në mënyrën që është më e mira. Ne lutim Allahun që ta mundsojë një gjë të tillë. Pika numër 8. E pyet intervistuesi për tensionet në rritje midis Saudisë dhe Emirateve lidhur me Yemenin. Pra kjo intervistë bëhet në një kohë ku ka filluar të ketë përplasje të drejtë për drejta ndërmjet Saudisë dhe Emirateve në Yemen. Pika 9. Përgjigjet se rrënjët e kësaj janë thellë në histori, nëse duhet t'i jepet haku shpjegimit e realitetit bashkëkohor. Pika 10. Fjala ime. Kjo fjali është e vlefshme për shumë ngjarje me rëndësi në botë në përgjithësi. Pra jo vetëm për rastin konkret, pavarësisht se po flasim për Yemenin, por kjo është me rëndësi në pothuajse çdo çështje që ka peshë në botë, për të kuptuar realitetin se çfarë është duke ndodhur. Po anashkalove historinë, do thotë që nuk e kupton dot të tashmen dhe nuk e kupton dot as rrjedhën që pritet të marrin gjërat në të ardhmen. Për këtë arsye historia ka një rëndësi të veçantë dhe ne përpiqemi në veprimtarinë tonë të përditshme që historisë t'i japim vlerën që ajo meriton. Pika 11. Ndërhyrja saudite në Yemen fillon në kohën kur Selmani u bë mbret dhe djali i tij MBS, pra Muhammed ibn Salman, dëshironte të fitonte vëmendjen e të gjithëve, por nuk arriti dot t'i asgjësonte Huthët për një kohë të shkurtër siç mendonte. Pra ka qenë objektivi i hershëm i princit të sotshëm të Arabisë Saudite që të eliminonte Huthët dhe të merrte kontrollin e ndikimit në Yemen. Pika 12. Yemeni është pak a shumë Vietnami i Saudisë ose Afganistani i saj. Pra në kuptimin që aty ka ngecur dhe nuk e ka lejuar rezistenca vendase që të arrijë ato objektiv që dëshiron të arrijë.
Në të njëjtën mënyrë siç nuk ka arritur dot objektivat e veta Amerika në Vietnam dhe as në Afganistan më pas. Dhe unë mund të shtoj në të njëjtën mënyrë që Izraeli nuk ka arritur dot objektivat e tij në rripin e Gazës. Madje mund të themi që Gaza i parakalon të gjitha këto së bashku. Pika 13. Krisjet e para të aleancës midis saj dhe Emirateve i shikojmë nga viti 2016 e tutje, ku Saudia ka dashur t'i bashkojë të gjitha milicit në një grup të vetëm kundër Huthëve, ndërsa Emiratet vazhdonin me programin e tyre përçarës dhe të shtimit të ndikimit të tyre vetëm në jug. Pra kemi përmendur edhe më herët që Saudia dëshiron që të shtojë ndikimin e saj nëpër vendet e tjera, por nuk dëshiron që ato vende të përçahen, dëshiron që ta ketë ndikimin sa më të madh, por duke pasur vendin të bashkuar. Ndërsa Emiratet ka një politikë tjetër që dëshirojnë të kenë ndikimin e tyre sa më të madh, por qoftë edhe duke i përçarë. Për shembull, mund mos e shtrinë dot një ndikim të pjesshëm në të gjithë vendin, por ama preferojnë të kenë një ndikim të plotë në 1% të vendit. Kështu që në këtë aspekt nuk përputhen politikat e Saudisë me ato të Emirateve. Dhe më në fund në këtë moment domethënë ka ardhur përçarja dhe kjo përçarje mund të jetë në favor të muslimanëve të rajonit. Më pas, tashmë pika 14, tashmë Saudia e ka kuptuar që Emiratet e kanë tepruar dhe i goditën më në fund. Pika 15, gjërat në rajon janë të lidhura me njëra tjetrën. Pra dhe në Gadishullin Arabik janë të lidhura, por edhe në cepat e Afrikës janë të lidhura dhe gjithashtu në krahun tjetër të detit të Gjirit Persik janë të lidhura. Më pas pika 16. Saudia i antagonizon Emiratet në Washington, domethënë po shpreh se Emiratet domethënë janë një faktor shumë negativ, për shkak të pozicionit të tyre të palavdërueshëm në Sudan, ndaj po i hapet rruga më tepër për të lëvizur në Yemen. Por nuk është se këto gjëra janë duke u zhvilluar si ngjarje në mënyrë të pavarur dhe pa pasur vëmendjen e Washingtonit. Pika 17. Saudia është pak e ngadaltë në reagime, gjithashtu është e ndryshme nga Emiratet në trajtimin e shumë gjërave dhe ka më shumë sukses në përballjen e drejtë për drejtë. Pra Emiratet nuk janë aq të fortë në përballjen e drejtë për drejtë sa Saudia. Pika 18. Por janë të fortë në dredhira. Emiratet bëjnë sikur tërhiqen publikisht, siç e kanë deklaruar diçka të tillë edhe në 2019, transferojnë disa forca nëpër bazat e tyre të tjera në rajon, por zakonisht mbeten prap aty nëse nuk u jep goditje përfundimtare. Pra vetmja gjuhë që ata kuptojnë është gjuha e forcës. Pika 19. E pyet intervistuesi se çfarë pretendojnë Emiratet të arrijnë në Yemen përmes STC-s. Pra këta janë aleati i Emirateve në rastin e Yemenit. Pika 20. Përgjigjet se Emiratet janë shumë makiaveliste dhe e aplikojnë shumë parimin për ça dhe sundo si amerikanët. Pika 21. Ata u mundësojnë asistencë edhe vendeve të tjera, të cilat janë të interesuara për ndikim në rajon, si Rusia dhe Izraeli. Pika 22. Portet e Yemenit janë të rëndësishme për tregtinë botërore. Pra jo vetëm një faktor rajonal Yemeni, por një faktor botëror. Pika 23. Edhe kabujt e internetit kalojnë në atë zonë poshtë detit. Pra ka një vlerë të shumëfisht nga aspekte të ndryshme. Pika 24. Ata pretendojnë ndërkohë që po luftojnë terrorizmin e vëllazërisë muslimane në Yemen më shumë se sa Huthët. Pra ka përçarje në Yemen ndërmjet Huthëve dhe mbetjeve të vëllazërisë muslimane, aq paksa mund të jenë prezente gjithsej në Yemen, dhe gjithashtu ka përplasje ndërmjet Emirateve dhe Saudisë, pra ka lojtarë të ndryshëm të cilët të gjithë dëshirojnë një sasi ndikimi brenda vendit. Pika 25. E pyet intervistuesi për ndikimin izraelit në rajon. Pika 26. Përgjigjet që Izraeli i shikon të gjithë komshinjtë si armiq dhe rrezik, ndaj kërkojnë t'i ndajnë dhe t'i destabilizojnë të gjithë. Pika 27. Edhe Yemeni i Jugut pritet të jetë vend i pavarur, i njohur fillimisht vetëm nga Izraeli, ndërkombëtarisht ashtu si Somaliland. Dhe nëse shikojmë hartën, Yemeni i Jugut i bie të jetë nga njëra anë e ngushticës së Bab ul Mandeb, ndërsa Somaliland i bie të jetë nga ana tjetër e së njëjtës ngushticë.
Pra, Izraeli nëpërmjet kësaj pretendon të kontrollojë ngushticën e Bab el-Mandeb në mënyrë që të ketë ndikim të fuqishëm tek tregtia botërore. Ndërkohë që ka përballë vetes në këtë çështje, me aq sa ne arrim të kuptojmë nga analizat e analistëve dhe nga ngjarjet që po ndodhin, ka përballë vetes Turqinë, Saudin, një pjesë të Sudanit dhe ndoshta një pjesë të Egjiptit, Allahu e di më së miri. Pra ashtu siç po përpiqet Turqia ta rrethojë Izraelin nëpërmjet të gjitha ngushticave dhe linjave të tij të mundshme të furnizimit, ashtu përpiqet edhe Izraeli të bëjë të njëjtën gjë në anën e kundërt. Pika 27. Pika 28. Gjithë rrjeti i Emirateve në vetvete është një lloj rrjeti Izraelito-Emiratas dhe Emiratet mund t'ua reklamojnë këtë gjë amerikanëve si diçka të dobishme për të fituar pikë, sepse luftojnë muslimanët në rajon. Pika 29. Kjo gjithsesi bie ndesh me interesin e Saudisë për të pasur pozicion udhëheqës në rajon. Pika 30. E pyet intervistuesi se përse Emiratet po ua kalojnë sauditëve në këtë drejtim. Pika 31. Përgjigjet që nuk është çështje përmasash, por çështje strategjie, lidhjesh dhe mundësie mobilizimi në favor të kauzës tënde. Pra dhe pse Saudia është e madhe, dëshiron të thojë analisti, sërish nuk do thotë që me që është më e madhe do të jetë edhe me më shumë ndikim, sepse ka faktorë që janë më të rëndësishëm se sa përmasat në çështjen e ndikimit. Pika 32. Sauditët janë akoma më burokratik në marrjen e vendimeve dhe kjo i ngadalson reagimet e tyre. Pika 33. E pyet intervistuesi për pozicionin e amerikanëve në lidhje me Yemenin. Pika 34. Përgjigjet që ata nuk kanë një vizion të mirëfillt për Yemenin për të ardhmen, po ashtu as për Somaliland. Pika 35. Emiratet dhe amerikanët ngjajnë shumë me njëri tjetrin në mënyrën e të vepruarit. Pra që mendojnë për të zgjidhur problemet në mënyrë të përkohshme, ndërkohë që faktikisht problemi ngjelet aty në mënyrë afatgjatë. Pika 36. E pyet intervistuesi nëse amerikanët po heqin dorë nga lindja e mesme. Pika 37. Përgjigjet se në Amerikë neokonsat qëndrojnë me Izraelin në çdo genocid dhe çfarëdo që ai të bëjë, ndërsa MAGA e shikon çdo gjë ndryshe. Pra vetë Amerika është e përçarë në këtë aspekt dhe kuptohet që MAGA është një lloj lëvizje me mentalitet dhe vizion më të parafërt me muslimanët dhe më të parafërt në përgjithësi me popujt tradicional sesa me linjën sioniste. Për këtë arsye do të ishte e favorshme që MAGA të fitojë gjithmonë më tepër fuqi në Amerikë, për aq kohë sa vazhdon në këtë linjë. Pika 38. Ata thonë se u duhen deleguar partnerëve në rajon këtë lloj problematikash dhe duhet që amerikanët të tërhiqen personalisht. Dhe ne si musliman biem dakord me këtë lloj këndvështrimi dhe në këtë rast atyre që u duhen deleguar këto gjëra janë pikërisht vendet me peshë nga bota islame, të cilat duhet t'i administrojnë çështjet në favor të interesit të popullsive të këtyre vendeve dhe të rajonit. Dhe jo ashtu siç janë menaxhuar ato deri më tani, ku patricit kanë qenë të përhapura në maksimum. Pika 39. Kjo mund të vlejë ndoshta për Egjiptin, vendet e Gjirit, Turqinë e tjerë, por se e lë pak jashtë skene Izraelin, unë them që e lë shumë, jo vetëm pak, sepse ata janë që e duan Amerikën të ndërhyjë kudo. Pika 40. Neokonsat shikojnë botën islame si njerëz të një kategorie me më pak vlerë se Perëndimi, ndërkaq MAGA nuk e shikon ashtu, por e shikon si aleat potencial në lëvizjet e ardhshme drejtuar kundër Kinës. Dhe mendoj që kjo gjë është duke marrë peshë si pozicionim në skenën e gjeopolitikës botërore, pra mendoj se bota islame është duke u afruar gradualisht me botën perëndimore dhe ka ngelur vetëm një pengesë për të plotësuar aleanca dhe për të marrë formë siç duhet, dhe ajo pengesë është vetëm Izraeli. E lutem Allahun që kjo pengesë të bjerë sa më shpejt dhe mendojmë që ajo është duke rënë shumë shpejt. Në të njëjtën kohë lutem Allahun që ta shpëtojë Shqipërinë nga rreziku izraelit dhe ta kthejë atë në normalitetin dhe në natyrshmërinë që i takon, pra që t'i rikthehet vendi traditës dhe të marrë një zhvillim të shpejtë,
sepse mundësitë janë dhe nuk ka pse të mos ndodhi një gjë e tillë. Më pas, pika 41. Këta madje mendojnë që edhe me autokratët mund të punosh, ndonse vendet nuk janë demokraci të modelit perëndimor, pa i ndryshuar domosdoshmërisht me zor. Pika 42. Emiratet po marrin si shembull Britaninë, e cila në fillim ishte vend i vogël, por u zgjerua shumë derisa u bë perandori gjigande. Pika 43. Në rastin e këtyre nuk kanë shumë rëndësi shtetet në vetvete, por më tepër rrjedhja e gjërave mes tyre, si para, njerëz, sende e tjerë, pra gjërat që qarkullojnë brenda shtetit ose nëpërmjet shtetit. Pika 44. Kjo prodhon pushtet për ta dhe janë qendra e kësaj rrjedhjeje. Pika 45. E pyet intervistuesi nëse MBS është bërë pak më i matur në krahasim me atë që ishte në fillim. Pika 46. Përgjigjet se në fillim MBS ishte si një adoleshent që pëlqen të luaj video lojra, shumë i pamatur në politikat që bënte, dhe biem dakord me këtë lloj këndvështrimi. Pika 47. Pika e tij e parë e vërtet e kthesës ka qenë koha kur ndodhi ngjarja me Xhemal Khashoggjin, pra vrasja për të cilin akuzohet mbreti personalisht, pra princi në rastin konkret, sipas disa analistëve, dhe në të njëjtën kohë që kërkohet zbardhja e çështjes nga ana e qeverisë turke, sepse ngjarja ka ndodhur në Turqi, në konsullatën saudiane në Stamboll në rast se nuk gabohem, dhe kjo ka shkaktuar një tërmet diplomatik ndërmjet vendeve, por të paktën, siç duket nga analiza e këtij analisti, ka ndikuar që MBS të zëri mend për herë të parë në karrierën e vet politike si princ. Kështu që në fund fare domethënë ndonse është ngjarje negative, por ka pasur një ndikim pozitiv. Pika 48. Ndërkaq ne lutim Allahun që ta mëshirojë vëllain ton Xhemalin për gazetarin që ka ndruar jetë në këtë rast dhe ta pranojë atë si dëshmor. Pika 48. Thot analisti pres që në të ardhmen do të bëhet gjithmonë më i përmbajtur dhe kjo mund të ndikojë për të përmbajtur edhe Emiratet, edhe ne gjithashtu ashtu shpresojmë. Pika 49. Emiratet dhe Izraeli dëshirojnë sundimin e rajonit, por duket sikur interesat e bllokut tjetër, Turqi, Saudi, Egjipt, po marrin formë në të kundërt të tyre. Edhe unë kështu mendoj personalisht. Pika 50. E pyet intervistuesi se sa afër jemi nga bashkimi i botës islame. Pika 51. Përgjigjet se niveli politik nuk është kryesori, por afrimi mes popujve dhe individëve. Pika 52. Fryma e mirë popullore në mbështetje të Palestinës ose Sudanit dhe në refuzim ndaj genocideve është një gjë shumë e rëndësishme, por ka nevojë urgjente të kthehet në një element politik që të jap fryte. Pra përmirësimi fillon nga poshtë, por mund të ngjitet deri lart në aspektin domethënë të hierarkisë së drejtimit të vendit. Pika 53. Pushtetarët e shumë vendeve në botën islame po përpiqen të mbajnë të frenuar këtë frymë, por ajo ka depërtuar mjaftueshëm nëpër popujt e tyre, pra nuk e frenojnë dot edhe se kur duan. Pika 54. E pyet intervistuesi për Somalinë. Pika 55. Përgjigjet se Somalia është e përbërë nga disa krahina me goxha autonomi, siç është edhe Somaliland. Pika 56. Shumë vende dëshirojnë të kenë lidhje me këto krahina, sidomos Somaliland dhe sidomos Emiratet. Unë mund të them sidomos Izraelin radh parë, pastaj Emiratet. Pika 57. Historikisht ata kanë pasur interesa ekonomike lidhur me portet e Somalisë, Eritreas dhe Xhibutit, pra pranë ngushticës së Babul Mandeb. Thjesht këto vende janë në krahun afrikan të ngushticës, kurse Jemeni është në krahun arab të ngushticës. Pika 58. Njohja e Somaliland nga ana e Izraelit nuk është e rastësishme dhe as nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e Emirateve. Të gjitha vendet arabe janë kundër ndarjes së Somalisë përveç tyre.
Pritet që ndoshta Maroku do ta bëjë hapin e radhës duke e njohur atë. Pra, e kemi përmendur edhe më herët që mbas Emirateve të Bashkuara Arabe, vendi që duket më i afruar me sionistët nga bota islame është Maroku për fat të keq, dhe lutem Allahun që t'i përmirësoj këto të gjitha dhe t'i kthejë në normalitet. Pika 61. Emiratet nuk vihen kurrë në lëvizje nga idealet, por vetëm nga interesat. Pika 62. Ata nuk kanë ndonjë mik apo armik të përhershëm. Pika 63. E falenderon për prezencën dhe e mbyll emisionin. Edhe ne gjithashtu këtu e mbyllim videon e sotshme, duke i kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share, dhe duke shpresuar që të jemi bërë sadopak të dobishëm për kuptimin e realitetit të kontakteve ndërmjet qytetërimeve të ndryshme në aktualitetin e gjeopolitikës botërore sot. Gjithashtu kërkojmë falje për ndonjë gabim të mundshëm dhe ndonjë mangësi nga ana jon. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. رحمن